Autoritetet e rendit në Kosovë kanë zhvilluar një operacion të gjerë në Prizren në kuadër të hetimeve për dyshime serioze për keqpërdorim dhe manipulim të votave gjatë zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Operacioni është realizuar nga Policia e Kosovës në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Prizren dhe ka përfshirë angazhimin e mbi 100 zyrtarëve policor. Gjatë aksionit, 10 persona janë thirrur për të marrë në pyetje, ndërsa disa prej tyre janë ndaluar dhe arrestuar në ndyshimet për përfshirje dhe manipulime zgjedhore. Hetimet lidhen kryesisht me dyshime për ndërhyrje në votat e kandidatëve për deputet, veçanërisht brenda subjekteve politike. Ky zhvillim vjen pas zbulimit të mospërputhjeve të mëdha në numrin e votave gjatë rinumërimit të pjesëshëm dhe më pas atij të plotë të votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Si pasojë e këtyre gjetjeve, KQZ-ja ka ndërmarrë masa administrative, përfshirë shkarkimin e përfaqësuesve politik në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në Prizren, ndërsa prokuroria ka intensifikuar mbledhjen e provave për manipulime të mundshme. Manipulimi i votave në Kosovë përbën vepër penale dhe dënohet me burg, megjithse raportet e organizatave jo qeveritare tregojnë se shumica rasteve të tilla në të kaluarën kanë përfunduar me dënime të lehta, si gjoba ose dënime me kusht. Procesi i rinumërimit të plotë të votave po vazhdon dhe ndonse nuk pritet të ndikojë në rezultatin përfundimtar të partive politike, ai mund të vonojë certifikimin e rezultateve dhe formimin e institucioneve të reja.